Një fotografi e publikuar pak ditë më parë nga Kiara Tito ku Luize Illi shihej me dorën mbi barkun e moderatores mjaftoi që rrjetet sociale të shpërthenin në aludime për një shtatzani të mundshme. Pamja u komentua gjerësisht nga ndjekësit dhe lajmi mori vëmendje edhe në media të rozë, duke ngritur pikpyetje nëse çifti i njohur po përgatitej për një fëmijë të dytë. Por duket se këtë herë Kiara ka vendosur t'u jap fund aludimeve, madje duke i bërë këtë me shumë humor. Gjatë një improvizimi në skenën e spektaklit, një prej aktorëve pyeti moderatoren Kiara Tito dhe Nevina Shtylla nëse ndonjëra prej tyre ishte shtatzën. Pyetja solli një sër batutash, ndërsa Kiara e bëri të qartë përgjigjen e saj. Kur u pyet drejt për drejt nëse ishte shtatzën, Kiara u përgjigj me humor: "Unë jo një herë." Situata vijoi mes të qeshurave dhe batutave, duke e kthyer momentin në një përgjigje të drejtë për drejtë ndaj zërave që qarkullonin në rrjet. Pra, sipas asaj, Kiara ka deklaruar publikisht, ajo dhe Luizi nuk janë në pritje të fëmijës së dytë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.